Allahu Jalla Shanuhu në Kur'ani Kerim ka urdhëruar thënë: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë që i ka dhënë davetit thirrjes në Islam, me ajetin të cilin e citova, por edhe me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot: Inna an-nasa idha ra'u al-munkara falam yughayyiruhu yushiku Allahu an ya'ummahum bi'iqabin min 'indihi aw bi'adhabin min 'indihi. Që do më thonë ky hadith, nëse njerëzit e shohin një të keqe duke u vepru, edhe nuk organizohen me e ndryshu, dyshimt është që të gjithë do t'i dënoj Allahu Gjelle Gjelalu. Nëse e shohim një të keqe që po veprohet, edhe nuk angazhohemi për me përcjallat keqe situatën e saj e me ndryshuar në të mire, dyshim është se të gjithë në kap dënimi i Allahut Gjelle Gjelalu. Thot fjala popullore të cilën e dini të gjithë, nga të drunit të thatë, digjet edhe i njomi. Edhe vërtetën është. Pastaj, mundish me thonë edhe me pyet, bëhet pyetje. Ata që kanë bo gabim i dënoj Zoti Gjelle Gjelalu. Ai që s'pat gabime, pse mbetin në ndënim? Kemi bo pyetje ulemat, kësi pyetje në botën islame, përgjegjja e tyre ka qenë për neve. Në kanë thonë, nësa është prej atyne që bon davet edhe mundohet me ndryshu gjendjen prej të keqes të mire, ai aty vdes ma ata të këqit në dënimin e të gjithëve, mirë pa i shpërblehet me xhenet, nuk hinë mesin e atyne që dënohen apo ndeshkohen prej unës Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj vllazën, mas jeni shumit tri këtu, edhe motra që në ndëgjoni, do të folim për rolin e davetit, thirrjes islame, apo predikimit, apo angazhim për përhapjen e fesë islame. Ajo na në vendet tona, pra në trojet tona, atje prej ku jemi, shumë është interesant. Na nuk po e predikojmë fen të këta ata të cilët nuk ka arrit islami. Na kemi derdhin të ata që janë musliman e nuk po e praktikojnë dinin e vetë. Jam i qartë po mduket. Na po mundohemi që ata që janë musliman me konë musliman. Qështu palidhje pak po më vjen kjo fjalë. Se kufar së një thuash. Ata thëjnë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Apo si kur që e dini të vendi jonë, kur desin gjenazët ja u lajmë. Edhe ja u falim gjenazë namazin e gjenazës. Edhe i vërrosim në vërrezat e muslimanve. Edhe tradicionalisht që shedini të gjithë ju, me hoxh shkojnë në vërreza, hoxh me gjybe me shallë. Kur të marrish vesh namazin se ka falë, Ramazanin se ka gjinu, alkoholin e ka konsumu, dinin se ka se për ka fare, dhe me thonë na për momentin jemi me këtë hal, me këtë gjendjen, këtë dertin, këtë gajle, populatën tonë e cila janë musliman, nuk i nxjerrim, nuk jemi gjemati të këfir na, grupe cila ju thot të tjerve kufar, qafira, është një grup të cilet edhe këta në përdorin, një, dyaj, imshon, në krye. Na nuk jemi ata. Na dim që janë muslimin, populata e janë me numër me përqindje të madhe si kur që e dini, nga sa ata që asion ata i shohish me kisha shqiptarët krishter katolik, apo në Shqipëri edhe ortodoks të janë. Mirë po halin e kemi na që ata që e din vetin musliman, pse nuk janë praktikues të fesë islame. E ti e aj o vlla musliman, jo vetëm hoxha, po ti e aj që duhesh me shkua me e përcjall, me e përqua këtë din, me i tregua pse s'po falesh, me e gëzue nëse falet, me e qërtue prej qërtimeve të Allahut për ata që nuk falen. Të motrat muslimane, të ato mi tregua se mbulesa është obligim për to.
Obligim i madh, obligim që po qëse femna muslimane e zbulon trupin, e ka rrezikuar vetin me zjarrin e xhenemit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë disa femna në dynja, këto dini të gjithë, e keni ndëgjuar, veç nëse keni harruar, që janë të veshme dhe të gjveshme. Dveshme, po të gjveshme. Si ka mundësi e veshme e gjveshme njëndën kohë? Ka vesh teshat holla, të cilat ja tregojnë pjesët e trupit, ja shohish krejt pjesët e trupit, ajo e veshme ashtë, por është në realitet e gjveshme. I ka kryet shplut, flokët shplut, krah qel, gjyksin qel, nuk mundesh me thonë e gjveshme, ajo veshme, po nuk është e veshme. Ato, shiko pejgamberi çka ka thonë, në xhenet jo që s'kan me hi, as erën e xhenetit nuk kanë me ni, edhe pse era e xhenetit nihet larg 40 vjet. E tash ti motrën tonë dhe e ki qështu, gruan tonë dhe e ki qështu, vajzën tonë dhe e ki qështu, mesën tonë dhe e ki qështu. Duhesh mu nalti me vladin tënd, si cili me dvetit. E kuptohet pse po ju tham kështu, sepse daveti islam është i juji, nuk është i joni hoxhallarëve. Shumë herë shprehem në disa xhamate, na kur bëhem 50 hoxhallar, si 50 shofera. A kret kapin vëllanin a një? Një be kap, një vozit. Si të lodhët ai e kap qetri, si në taravi, si të lodhët njëri e kap qetri. Por ndryshe, të gjithë e kanë këtë obligim, përgjegjësi para Allahut xhelle xhelalu. Andaj, sa ka mund përgjegjësi, çat ki e ti përgjegjësi. Mos po të thot shejtani, hoxha ka përgjegjësi, ky këtë shallin që ka, ky këtë xhibe, ky e han tunç. Pse shejtani të mëson mbrapsht. Ja dhe ti e ki përgjegjësi. Pse motra jote me qenë pa ambules? Pse gruaja jote me qenë pa ambules? Duhet munal me debatu me femnën, me motrën, me muslimankën tonë. Motra jeme, ti që po zbulohesh, çka jetu e një vetveten? Trego, lirisht trego. Ajo mundet me thonë, po du me i ekspozua pjesët e trupit tem që të më shohit mashkujt çfarë trupi kam. Mirë. Për ka njeti kështu, për kret këta mashkuj, kusht kaloj rrugës, apo vetëm për një do t'jesh grua, bashkëshorte. Ajo e dinë se për një do t'jetë, për një mashkull. Atëherë pra, bënu ajo që e ekspozojsh gjymtyrë të trupit tënd, vetëm për qatë burrin tënd. E pse kretve për ne i tregojsh ato? Pse? E duhet me debatua. Vajza jeme, shka i ki halët ti, qika jeme, gruja jeme, motra jeme, nona jeme. Pe thesh urdhrin e Allahut xhelle xhelalu, ti po e rrezikojsh vetin me zjarrin e xhenemit. Një herë, sa për qëmbe? Deri të të zanje vdekja që ashtu të bonti. Deri kur? Ja ki me fitu në dynja me e pa rezultatin tanë, apo ki me vdek, davet gji, e rezultati në dorë të Zotit. Si do në e jep rezultatin, si mos donë, ti vdesish rezultati jetë, që ashtu që ka qenë, i pa rezultat jeti. Jo pse ti nuk dite, ti dite, po Allahu Gjellëshanuhu nuk e ka caktuar në lohi mahfuz që rezultati jytë tjetë praktik në diken tjetër. Sikur që ka ndodhë me disa prej pejgamberve të Allahu Gjelle Gjelalu, ka të regu Resulullahi sallallahu alaihi sallam, do të vinjë ditën e kiametit do një pejgamber para Allahu, ditën e gjykimit, as një muslimon mas veti se ka. E na kemi pyet këtë punë, kur jemi konë studime, kemi lexuar, kemi këshirë hollë, a pse s'ka ditë ai pejgamberi me bon davet, pe dini që alën davet, thirrje, predikim, a pejgamberi s'ka ditë me bon davet, apo toka ka qenë jo pjellore, a pejgamberi s'ka ditë me mjell, a toka s'ja ka bon. Jo vallahi toka s'ja ka bon. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen ditën e kiametit do një pejgamber, veç një ka pas veti. Do një veç dy, do një as një. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me imetin e vetë që është krenar, është imeti më i madh. Alhamdulillah. Prandaj edhe Musa alayhi salatu wassalam e kam lexuar në një libër, edhe Musa alayhi salatu wassalam ka bën dua, lutje ka bën, ja Rabbi ka thonë, o Allah, mbon edhe mu prej ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Prandaj në këtë hadithin që keni një prej hoxhallarëve, ka thonë pejgamberi për Musën alayhi salatu wassalam, "Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kish me qenë edhe Musa gjallë, s'kish me pas çare vetëm me pasue mu, me punuar në shariatin e Kuranit famlar. E tash daveti yt. Daveti jonë vllazën është gjithkund. Na posh unë personalisht tash për veti po them, po shoh po ha buk, ai po pi me çmajt. Pe pretat mishin me djath e pe ha me çmajt. Ai ka nevojë për davet. Mi thonë, o vëlla musliman, ka dalës, mi thonë, jo me korit. Ose është tip që është temperament, mundet me zatet më atë kohën që nuk është në gjendje me pranu këshillën. Se ka njëherë nuk je në gjendje me pranu këshillën. Dosh me gjetë situatën kur do me pranu ai këshillën. Mi thonë, vallaj, për i zatë Zotit këtë thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hani me dorë djathtë dhe pini me dorë djathtë, sepse shejtani hanë dhe pinë me dorë çmajt. Mi thonë ti në kohën kur nuk është ai përshtatshëm me pranu këshillën tënde, thotë ti mu po mbosh shejtan, a? Ka dal. Edhe bëhet kacapytja, te lashja bëhet. Daveti fillon prej minimumit. Hymja në xhami me cilën kam me hym. Kur të hym çka më thon? Kur dalim prej xhamis me cilën kam me dal çka më thon? Kur të hym në shtëpi, me çfarë dorë me qel, me çfarë kam me hym, me çfarë dua me bë brenda në shtëpi. Kur dalim prej shtëpisë, çfarë dua me thon, edhe me cilën kam me dal, edhe çfarë me fol. Kur dalim për jashtë aty shtëpisë. Kur të hym nevojtore, me çfarë kam, me cilën kam, me çmojtën dihet. Me hym brenda e me çka me thon para sa me hym nevojtore. E kur dalim prej nevojtores, me cilën kam me dal, e çka me thon kur dalim. Kretë sendet janë davet këto. Prandaj ato parë që thash para teravis, jam të nevojshëm për me na i kallëzu këto gjëra. Mandej na kur i tregojmë, vallahi të njëjtën kohë dhe na i mësojmë. Se gjërat e cilat ka mundsi 15 vjet nuk i kam përdor. 15 vjet, ka kaluar ajo kohë. E tash, mas 15 vjetëve, gjithë janë ato të freskëta, sepse gjithë ki punë me gjenerata, njëna pas tjetrës, tu treja e duhet më mësuat të gjithë. Mandej daveti jonë i juve, po du më thonë kompleti joni, është në përmes kamerave, përmes televizorit, përmes gjërave elektronike, çfarë i kemi sot, përmes gazetës, përmes gjep telefonave, përmes që të në farë SMS, që ka po i qoni mesazhe një tjetrit. Selamu alaikum, selamu alaikum, selamu alaikum. Dikush s'ta pranon hiç selamin edhe thot mos më shërdo se më lodhe më atë selam. Edhe këto na kanë bë, mu personalisht ma kanë bë. Bile ma shpejt para këtij Ramazanit e kam takuar një profesor në vendin tonë, me keq ardhje po tham, djalë hoxhe, jem shku taj, atëherë pse u soll ashtu nuk e di unë pse. A shejtani lujti me to, a mu më pa në gjendje të keqe kështu kur i kam thënë, pse ndodhi unë nuk e di. I thash selamu alaikum profesor, në gjithë kam folë me ta, tha atë përshëndetje merre për veti. Edhe nuk u idhnova, mos u idhnoni kur t'ju thot dikush. Atëherë thash vetvetit, wa alayhis salam, ja ktheva vetvetit mos më shkojnë lloç. Pse në vend shkojnë në vend ku se dashti vendi. Dhe ndodh kjo tash. Pala tjetër nuk kem gjendje me pranua. Se ka njëherë se pranon, sikur hekurin pa e skuq, po gabove i rave më çukiç, tank, a i tam shën tank në balë. Pra ne hekuri duhet me skuq mirë, po thë popullor që ne thëjmë, me e prunë qemallë. Për shemull, po do prej popullatës me dhonë ndihmën, po do prej popullatës. Duesh me folë për hajratin që ka është, ndërtimi xhamis, ndërtimi shtëpijeve, ndihma fukarave, jetima, vani, këni duhet, më të nëjë duhet me thonë çfarë vlere ka kur t'jipni, pare se më ra në dorë të njerëzve të nevojshëm, bjerë në dorë të Zotit, Allah ja i që jepi, ja kompenzon me shumë fish, deri në 700.000, e kështu më ra dhe djeri e vjesht, që ai që do më thonë, ja bymejsh, ja frynsh, ai është tani në gjendje, jo me dalë me ble 6 euro një cigare, një paqet cigare atje, po në gjendje me njëherë, një vjetë sa hargjën për cigare, 365 dit, ka 6 franga, ato bëjnë diku 1.500 euro, apo 3.000 franga sa bëjnë, ai është në gjendje me njëherë, thëtë unë pisët e lash cigaren, që ato parët e cigares, po du mi dhonë, për një jetima, për një fukara, për një hajrat, për më ndronë. Daveti ku është fjala. Pse? Sepse njeriu është me ndjenja o vllazë, ndjenja.
Ka njëherë kër e prekish në den një në tel, kur dish mja qëllua, vallahi e që është mashallah. E këta shkur është në nuk e dim, se njerës jemi, veç Allahu Gjelle Gjelalu e din. Keni pa ditën e gjumon, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, për ditën e gjumon, kush qohët heret, e pastrohët atë dit, e jep sadak atë dit, e lexon suretul Kefin atë dit, e bjerë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi sallam atë dit, e vjen ma heret në gjami, e i falë 2 rekat të hijetil mesgjid, e bon tesbih, e bon zikr, e del hoxën, e ngon që ka fol, del po thot, e nëse e bon edhe duaan, se në katë periudën e gjumaz, është një kohë, po që se ja goditim, është ma mirë se kretë dynjoja me lutje me pas. Që thaj kohës. E kur është, sikur që është nata e kadrit në 10 ditët e fundit Ramazanit. A o me 21, 2, 3, 5, 7, 9, na nuk e ti. Pejgamberi ka thonë, me veprat mira ju ban në hulumtim. Sikur ai qarku ata të fatit haramin që lujnë, ke pa që jam shon krrr, ai del tek 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 tek, ai plastiki inshallah po mnalet mund që tu, ai llasteki snalet se rrota madhe rak, ai inshallah mnalet se të muaj edhe një rak, ai inshallah mua edhe një rak, sonal, po unal, shtoj zoti tyje, pse i fitove këta, ke pa, do më një randi i mlatha i pitavalinës, si që ka una qetër. Khajri, e tash, ti ki e punë. Me gjatë mund ki punë, mësë harro. Unë që po ju fali juve, mësë kujtoni që s'kam punë. 500 punët vëllahi i kemi. Pse? Njëni s'po bindet me la dhamat. Qetri s'bindet me lëshu mjekrin. Qetri s'bindet me shkun haqëllëk. Tjetri s'bindet me lon alkoholit. Tjetri s'bindet me lon duhanin. Tjetri nuk largohet piksaj. Tjetri s'bindet Ramazanin shkansh. Tjetri s'bindet mbulesa. Tjetri s'bindet vlla me vlla keq, vlla me motër keq. Tjetri s'bindet është një problem hala më i madh të shqiptarët që motrave nuk ju japin miras. Hakin, se kjo fjala miras të na përdoret keq. Të na ka ona jonë thonë miras maras. Ajo nuk është ashtu. Haki Allahut. Ti kje djemë dhe vajza. Sa djallis? Vajzës ka kallëzu Allahu Gjellëshanu përgjys. Pse gjysën tjetër e ka të burri ati ku martohet. Li dhe keri mithlu hadhulun të ejnë. Më thonë ati e kje ligjin e Allahut ti më sëtut. Si tonë si ti më sëtut. E nuk shkojnë mjë dhonë vajzave hiq. Që ata që nuk jo apin hise vajzave, kretë populata, thamë, lirisht thamë kështu, komplet umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vendin tonë, është të jetu në haram. Pse? Vajzës mja dhonë ose hisja me mimet dhondrit, jo beson hisja dhondrit, vajzë e vladit tant, e vladit atë hisja e ka. Ti vdesish tjetë ty, qështë ka me për që tërkujt e ti, kur vdesish ti jetë e vladit ty, tant e kështu me razë. Se dynjoja qështu është? Një prej budalakijave, apo prej harameve të mëdha që ka umeti jonë, shqiptarët në përgjithësi, e mandaj të shqiptarët të na hinë aty rëmt, hinë bëshnjakt, si në Macedonijë, si në Kosovër, si në Shqipni, e hinë Turqit, e hinë kretë që ata që thënë la ilaha illallah, që e vladë vetë edhe nuk ju japin. Kur ta martojnë nuk jep mirasin. Trashëgimni nuk ja jep. Në disa vende, trashëgimnia të na, sidomos në Prizren, qohën qytetarët e Prizrenit, e lipin vetë në gjyq. Edhe i dhënohën ma për jetë, që unë kam rastën në gjematin tem që 40 vjetë nuk folë me motrën e vetë, pse e ka marrë hakin e vetë. A vllai e falë 5 vaktin. Sa punë unë kam atë vllajnë me zbut. Sa punë kam. Ma këllaj e zbuti një heker, të i folë hekrit, se sa që aton që i ka bon që ashtu në gjahiljet gjithë ato vjetë, edhe son gjendje motrës vetë me adhon hakin që ja ka lindë nëna vetë. Sja jep, ose qetri shqiptari thot, shka? Hakin, ajo merë hakin këtu po mon këtë shpi së në shkelen. Mirasin e merë dhe mon këtë shpi së në shkelen. Ti e haram gji. E tash, sa ka kjo punë davet të masë? Wallahi ka davet të masë shumë. Kjo metodat e këtyne, po i tregoj disa pjesë të kësaj. Mandej, po një sebi, na jemi tash me gurbete. Derdin, gajlen, qëfare kemi ju qeni këtu? Derdi maj madhi i joni është shtëpia me marue. Njëherë numër një. Numerikisht, numërit matë madh populatës tonë është shpi me marue. E dikuj është si t'jon kalabalek vlazën shpia t'i kanë që shta marem një fabrikë.
Ose që ta marrojmë një pompë benzinës, ose një bazen mulo, një investim që ta bëjmë. Se kush e di një ide në vetë, nësë për ju përzihen në ato ide, veç inshallah nuk e qetë restorant me raki. Se dhe ato për i bajnë, dhe më thonë, kartë ka fitu gurbet, ka shku ka qelë restorant me raki atje, në restorantin e vetë janë kacafit me zveti dhe në që jonë vra. Se raki, në sofrat e raki, se dini që ka janë? Në raki. Oj, raki e i bukuroshe. Në qonë qoshe, ajo të qonë qoshe, alkohol, tash, si cili e din halin e vetë, mirë po, numerikisht me i shiku populatën, ketë kemi një derë, ta marrojmë një shpi, ta martojmë djallin, ta martojmë vajzen, edhe nëse kemi nej pak ma shumë nej grosh, ta bëjmë një farë luksi, ta blejmë një kartë, jetojmë një fije, kreta halali kemi, peke, kreta halali kemi, në regull, mirë po, për qatë shpim tonë që po bohësh gajle, edhe gajle jam, që unë për ju thonë, personalisht për veti, tash po mëndoj që është me bodhin copë shpi, sa e vlat jenë bon veç për martesa, kur të martohën në ta kenë ka një dhomë ku me fjete, ka një banjë ku mu pastru. Se cili prind ato me bon, se cili musliman ato me bon, në regula jo kretë s'kaf, kur gjonë të keqe s'ka. Mirë po, a jemi në pyetje të fitimit e po e fitojmë groshin, qatë shpi deri ta marojmë, kemi hinë borç, ndoshta dikush për ju po hinë dhe në kredin, haram. Në marru shpi me haram, se shpia me haram dihet, si të hinin e për kredi e kini hinë haram, pra ndaj banu të mshirësham, ndihmonin një tjetrit. Pra me patëm një pyetja atje në atë qytetin tjetër ku kem, ish pyetja, a ban me hinë kredi për me ble një vend për xhami. Vëlla unë thash zdi që të fetfa që i ban, unë se di, nështë ta ka dhe ku ndaj qyshe që i ban, unë se di. Ndoshta ka, po thama ma unë se di. Po qka? As bon gjithë këj popullat borç mirë një qetrit, mlidh një xhami për xhami, borç mlidh një xhamis vicikonit, a ke vicikonit të qëke që ka që kemi, asaj që ka ndihmonë një tjetrin dhe blenë atë vendin e mas hinin kredin borç. Pse ati ka kamat, ku ka kamat, nëse mirët kamat, Allah i shpall luft ati që merë kamat. E na që tash po e marrem, edhe pejgamberi i ka shpall luft ati që mirët me kamat me fajde. Që merë, si aj që e merë fajden, si aj që e fajden, si aj që e nënshkruan fajden, kretë janë sharrejnë qatë haram. Por qatë sebe për unë. E tash, po marrë një shpi, mullet hinë kredi, ta marrë qatë shpi. Sa gajle po bohësh për me maru ti qatë shpin, vallahi ka një herë vlaj folish vetë me vetë tush. Ku qka bona halësun bona, atek bona dhe s'qetë salone dhe ta bojnë që shtunë, ta bojnë që kohë, po do ashtu, po do kohë, a se ndërtuëm 50 vjetë në Kosovëna, 50 vjetë ndërtuëm për 15 muje dogje me sa katuëm, në dogje shkavi, 120 e kusur mi vend banime janë djek, 120 e kusur mi banesa, ndërtesa e shtëpia, edhe janë djeg 250 objekte fetare, do më thonë 220 e kësur xhamia plus disa mejtepe, disa sena në knina, u bon shkrum që dini kretet, mullet ashtë tekrar, etash gjithë këtë gajle po e barim me maruë një shpi, i foli me vetë vete, qka bona, tek bona, ka njerëz të cilët kanë pas nevoj me shkua dhe te mjekët me i sugjerue se ka lujt, pse 40 vjet, 50 vjet ka investuar në atë pallatin, ka shkavi e boni shkrum me një fjetë që i britit e dojë dhe ta shka me muaj, i metën fëmin së kak. Mirë, pa i muslimani që e din halin e dinit islam, edhe din që është muslimani, edhe Kurani Kerimi ashnosh, vëla nebluven në kumbishej min el khaufi vël gjuj, vë naqsi min el emvali vël enfus, vë thëmerat vë beshiri sabirin, na juve ju sprovojmë me vdekje, me rreziqe, me djegje, me humbjet pasunis, me humbjet fryteve, bafqeve, anë e knena, jep ju sabër, jep ju myshde sabërlive, edhe ato ndodhin, se janë të tjetës dynjos, shpia dynjos digjet, ajo gjenetit nuk digjet. Shpia dynjos vidhet, insanin dynjo masakrohet, insanin dynjo bëhet lufta, kretë kjo në këto dynjo lëkit. Gjithat gajle po e bon shti për qatë punë, për qatë shtëpi, që po folish me vetë vetin në shta kuku që t'ja bëj. Mirë që ta shunalëm qëtu. Për dinin e Allahot, apo barish gajle qash. Për dinin e Allahot. Po s'po di që shbarët gajle, se në shta kësha barët një gajle. Që shme barët gajle? Po e qeli një fletë qeter tash, jo që të në që ka keshtë, të thonë një faqet quditshme. Pse ka hu për rahmetit të muslimat? Unë e këtë vit, 2007, ja kam bo si borç vetë vetës, se gjdo vjetë me bo janë një gjami, e dishka me bo.
e këm bo si obligim vetës. Po lypje, po çlypje, ka po shkoje, po bëhëm edhe i keq ndërsa te fund, po diqysh, po më jenë se zban çdo vjet më zhvilluar diçka. Në vitin e kaluar, t'ju kallëzoj, kemi pas marrë një ndihmë prej vllaznive atje taj qyteti Mollaferiti ku është imam. Regensdorf. I kemi kryer do obligime në xhamin unë ku jam, e keni pas sigurisht atë video, atë DVD-n. Më patën met një 4.000 euro. Shka të bëjnë? Po i bëjnë thash 4 shtëpi të fukarave me 4.000 euro, 1.000 euro një shtëpis, 1.000 euro. Çka bëjnë me 1.000 euro? Ju e dini për këtë. Mirë, po shpresat e Allahu xhalla xhelalu, ndihma do të më afrohet. Edhe unë kam një faremër aty në vendin tonë, buma ne, s'm kren prapë më ndihmojnë aniknina. Ju dolëm gati në qosh, tash kemi mlu anikne, jemi të i lyje mrenda për momentin. Besojmë edhe një muj ty, do të shtim ato familjet më jetuan shtëpiat e veta. Shtëpiat vogle, ka 2 dhoma, kuzhinë, banjë. Ku është fjala të rahmeti? Me njënin katund kam shku 200 shtëpi ka katundi. Kjo një faqe e re historisë tonë, mos harroni. 200 shtëpi katundi, as një shtëpi nuk ma ka afrua 100 euro për aty që përpunojnë shtëpi. E tash unë juve për ju pyeti kredve, jini ka jini. Sa është më rëndësi ka jini. 200 shtëpi, 2 dhoma për fukara mas mi bo, vetëm tepër do të më kanë dilengji. A i thoni dilengji ju? A përdori këtë term në Maqedonisë? Ha? Na them dilengji, John Skapiteje. Kjo në fjalla turke, dilengji. 200 shtëpi, 200 shtëpi, 2 dhoma po kërkoj. 200 shtëpi, 100 shtëpi, 1 dhomë po e kërkoj. Kur po vinë darsmat, 3.000 euro, 4.000 euro, sidomos gurbeti i Zvicrës kur vjen atë na, ju kallëzoj juve zvicranëve. Kur vjen gurbeti, ata tu po ngjit gëzohen. 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro, 6.000 euro, e njëni ka bon ka thirë komplet, po i thëjnë estrada, muzikore, e shyrete belulit, ka bon darsëm në fshat, 16.000 euro. E njëni tash para Ramazanit ka martu 2 djemë në Prizren, ka bo darsëm 28.000 euro. Sa të du është harama ka bo? 200 shtëpi, 2 dhoma. Me një fshat tjetër kam bo 3 shtëpi. Fshati i madh është 600 shtëpi. Edhe ma tepër 400 gërbetxhi kanë. Asnjë s'mu ka afrua një kafe mjeshtrive buk që ju kam dhënë. Atë çata që po punojmë, qeni me shtinjë aty ku po banojnë që ato familje ju cofën. Së vend banime që banë. Këto dashtë më kallëzu hallin, çfarë halli ka i meti. Të është kthehëm të rahmeti. Ka thonë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, Ar-Rahimuna yerhamuhumur Rahman. Ata që bojnë rahmet, i bojnë rahmet Rahmani, rahmetxhia. E kuptuat? Tani po thot, irhamu men fil ardi, yerhamkum men fis sama. Bën një rahmet ndaj atyre që janë në tokë, bën rahmet ndaj jush ai që është në qiell. Në tjetërin hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kam temë këton për me bon para juve, por shembuj t'ju tregoj, davet çka do të bani ju, se juve ju ka me të në qaf, vallahi me plot përgjërsi, po ju thonë, këtë din e keni në qaf ju, bashkë me neve, unë jam që aty, ju po të thonë, unë që aty jem, vallahi këtë din e keni në qaf me mu para Allahit për mu pytë. Çka po thot pejgamberi me këtë hadith të rahmetit? Kush qohët në mëngjes e këqyr gajlen e një muslimanit, mja zgjedh problemin gajlen e ti, Allahu ka mja zgjedh gajlen e ti ditën e kiametit. Çfar gajle ki me pas para Allahit, a dish? Allah i na pështaft. E një prej këtyne familjeve që si vjetë kemi pas sukses, Allah ish përbleft ata donatorë që na kanë ndihmuar prej kamosit. Edhe hala jemi në ndihmë vllaznive, mu edhe më u tregua rast shumë konkret interesant. Kemi pas 4 shtëpi ndërtimi, kurse një shtëpi e kemi pas me 3 vajza jetima.
Në Prizren, burrin ajo ka prej lapit atje, i martu me i në Prizren, ajo ka met me 3 tima, shpis ka farë, është me një banes të shkau, jeton ka fjet keq, edhe asaj e kemi me bo me mobilje, e kemi bletu pan, e sudoper, e shporet, e kemi me prun veti, do t'jallim tash mas Bajramit, inshallah u ta'ala dhe shtepin, se Allah me ka mrenda, mirë po vlazën, po ka aty, edin, 5 qyshëllë kej këmba, 5 regala mi kanë prun vlaznia prej Ferizajit, në djem 3 vine falen të unë, e kër e kom shpal këtë në gjami, më një randin një për ty në mandajmë ka fol, prej neve e kje për si cilën shtepin nga një regal. Khajri ashtë, e kë khajrë neve për nashti më smikput shpresat, më leviz, se khajri ashtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush qohët në mëngjes me aksyr gajlen e një muslimanit, inshallah kret bohani prej qatyne. Mos t'ju bohat kur tepër po vine po lypin të Kosovës e të maqenit. Kur tepër mos t'ju bohat. Sa keqat në modë u krypuna. Kur tepër mos t'ju bohat. Kur mos më thuj se na po vim këtu, edhe unë kam dert që kam marrë. Ju thon drejtën se s'po guxoj me e qelë se pe i di situatën pak të shnodet e unë në Zvicër, se unë e kuptoj. Pe shoh që shon situata, ka ngacmime, ka mos kuptime, ka ballafaqime të lloj-llojshme. Tash e kam një xhami në Prizren, kulmin kam nevojë. Pare kërkuj s'pi duhet qere midhët edhe drunat. Pra tjegulla drunat edhe letfat. Si ta mloj, mës na imranda në këllaj me e lyje me hi mu fal. Ato po shkojnë qere midhe 5.000 copa, edhe druna 150 copa, edhe letfa shkojnë 4.000 metra letfa, edhe një izolim me drasa, shkojnë ato po kushtojnë kret dikur janë 20.000 franga. Se kreta po kushtojnë, plus mjeshtria, po mjeshtrin pe gjojmë humanitar mjeshtrit, apo vishja 2 ditë po vjen, jo apo vini grupja 2 ditë, po bëjmë çaren çështuna. Prandaj po ju them juve, kur mos t'ju bëhet tron pse kanë ardhur. Vallahi pi derdit sikush. Po shoqër që ju kemi unë edhe po them. Vallahi po them shoqër që ju kemi. Po mos t'ju bëhet tron juve pse po ju lypin hallkin. Pse ke qelluar me punë, po marrësh rroga penzit mira në knina, atje te nas, kam vallahi çka mi bati, 120 euro për me rrogë. Megjithatë po vjen po më ndihmon. Vitin e kaluar më ka ardhur mësuese e Prizrenit, edhe mi ka dhënë 183 euro me fakturë, që kam marrë rrogën tha urna. Për xhami. 183 euro që kam marrë rrogën, se profesorët që kanë pas rrogën vitin e kaluar, si vjet 20 euro, 12% ja kanë rrit. I dini këto, se në lajme ju pikëqyrni kretet. Apo gruaja tjetër ka ardhur benzin 40 euro, si më smun si vjet hapa me marrën këtë muj që do 40 euro për xhami për jap. Ajo ka dhënë kretat benzin 40 euro. Apo ajo gruaja 183 euro punëtore arsimit krete ka dhënë. Prandaj një herë pata rast unë një komunikim telefonik me juhan këtu me Zvicrën, para do kohën, para do viteve, dhe hoxha na vish në Zvicër, po thash unë vin në Zvicër, kam problemin si të vin në Zvicër. Që bashkështu i kam thonë shpje tham juve. Çfarë problem bëhet ki? Thash po ajo do të mipni rrogë si të vi atje, po tha t'japim me siguri, pa një rrogë të lëshojmë aty. Po sa do të mipni për shembull 3.000 franga më jepni, po me siguri se po. Mirë, unë çato 3.000 franga në fund të muajit milion për xhami me një vend Kosovë me vun. Edhe ju a do të jeni 100 xhamat po më dhon kretet ka 3.000 franga, 100 vetëm më mbo 300.000 franga 2 xhami andrenic më i bë. A do të bëhemi na çështën? Atë thon sun siguroj. Atëherë tha unë, atëherë unë thash jam i shtrenjtë për marrë Zvicër, s'kam nevojë marrë. Kujtohet ju, ç'është menuar do ta zhvillojmë në jetën tonë. Ç'është kujtoni ju? Kjo marrja 2 shembull nëse bën. Gjithë po na pyetin neve shqiptarëve, sa keni investuar për Kosovën përmes pas pavarësi. Wallahi na 3%. A kanë çto gërbëxive? Me siguri edhe ju të Maqedonisë një kanë hisetar 3%, 5%. Ju e dini ç'fili ka. Se një hall kemi na edhe ju edhe na. S'kemi të ndame këtu, po kufin në i kanë vu, atë ndame e zbesoj që kemi. Një trup me bon për gjysë. Jo, Allah, i gjithë do në me panë me një vend, po, ja kanë vu një lesonit mrena. 3%, masi 3% po ipli, 3% kini shtetë. Qështu po në thajnë? Kretë, marrin men këto fjallë. Jahudina ka pyt, Jahudia, qifut. Se kanë artë plot qifut të na. Sa përqind, 3%, qa që kini? Po ju kur e kini formu shtetin Izrael, sa kini dhanë? Kretë pasonin, kanë sa. Por që është të në dhe e formuën. Në gjësë aty një kanë i mu që të rëkush më shumë. Pe kuptoni qësh? E të ashtë ju qojnë historinë e ju islame. Kur e formu shteti islam, sa përqind kanë dhanë sahabët, a e dini? Ha? Kush e ka dhanë kretë? Ebu Bekr. Masi e ka dhanë kretë, a meritojnë kretë? Po meritojnë kretë. E ka dhanë kretë, po meritojnë kretë.
ka dhënë një pjesë e meriton një pjesë. Si ti jap 1 euro, unë çeto meritoj. Mi dhon 10 euro e mushi krejt. Ç'to ky din? Prandaj ju mos u dëshproni pse vi me lyp. Se halli I ka prusi, cili e bjerë një hall. Illa nëse është diku në I hajnë që I bën keq përdorim, inshallah Zoti s'na bën fityne. Me keq përdorua pasuninë e dikujt. Prandaj jemi ky halli jon. Megjithatë një hajër shumë I madh është. T'ju kallëzoj tash disa gëzime të davetit ton islam. Pas luftës, që kjo lufta jonë që u bon luftë e tretë ballkanike ta quajmë, se vërtet e tretë u bon. Në Bosnë 280.000 mytëm I kemi. Të në vllaznit tonë, motrat tonë. Në Kosovë keni afër 5-6-9.000, po ata kanë vllaznit e juaj, motrat e juaj. Edhe në Maqedoni është që su ka edhe më shumë. Se ç'tu shkon kjo jeta e dunjosë që kjo. Tash halli është më I madhi që tash. Tash lufta është jo vetëm shtetënore, luftë morale. Çfarë të bëjmë tash para këtyre luftave qera që tash? Lufta edukative në shpirt. Kanë ardhur këtë grupe vondavet, evangelist, dëshmitar të Jehovës, sanatist, shejtanist, çishit. Daveti jon ku do të jetë? Ku jemi që tash? Jo ndo sinjale të mira, po lypët çatje xhami, po lypin çatje po. Unë 13 vende xhamia kam vënë të mesh. Një 7 për tyne I kena krye 8, të 8-ën jam I gati, dhe ato qerat jam I kena shtin themela dhe kena met. S'ka mjete. Shoqatat ato që në konë me investime më të mëdha për para, kanë shku në për vendet e veta, ju ka qelë telashja më e madhe në Irak, në Afganistanin, Çeçenien, Somalie, në Darfur të Sudanit, fukarallëk shtetet e mëdha, në Afganistanin, Pakistani shtetin fukarallëk shumë. U bon një tërmet që tërma herët I bon një përishon, se këtë shpijat me qërpiq. Tërmeti I sakatoj, 3 milion metën pa shpi, 3 milion, të na u bojë madhe në Kosovë, ko 120.000 vendbanime, 120.000 4 vetë, zanë gjys milioni, 1 milion metën, ati 3 milion me njëherë për di tërmetit, sikur mu bo një luft shumë e madhe. Një ndifu karallek I Bangladeshi e dini, gjithë kërë marim shembull në Afganistan për keq, ko ka bo Bangladesh. Pse? Se 120-30 milion shteti fukarallek shumë I madh. E kështu më radh kret. Këto nuk na dëshprojnë neve. Një gjë duhet më na dëshprojnë neve. Nëse nuk jemi na aktiv. Si të them, nëse kjo kabëll nuk ka rrymë mrenda, duhet me gjetë pse s'po e porçon rrymën. Ti pse nuk je aktiv në lëvizje? Që kjo duhet më na mundu neve. E sinjalet janë të mira. Si o përmenda edhe Shqipërinë çfarë halli ka. Shqipëria ka hallin hala më të keq se të Kosovës. Vetëm komuna e Bajramcurit me 36 fshatra ka 2 xhamia, një në Tropoj, një në Bajramcur. Imami I Bajramcurit që nuk është me mnia, as nuk më ka thonë me bon diçka për to me kontribua, atje kemi muhabetet na, $70 ka rrogën miftia I Bajramcurit. $70, 49 euro, 50 euro. Kartëna për atë pak ditëve një fshinjës për të piha se kemi, tha këshe mujë, tha është sa problem, 40 euro është të në punë madhe. Subhanallah, po lypën xhamia me pas atje, 37 fshatra, kanë pas para luftës, kur ka qenë Gjargji atëheri, kanë pas 26 xhamia. Kreta I ka prish 2 kanë mit. Shkatrimi madh, Puka, 3-14 fshatra, një xhami ka vetëm Puk. Kuksi, Kruma, fukarallëk I madh, kam jamajt, jarab. Na që tash kështu zbon mi aniz vetëm hallë derdhe dhe mi ka flokët edhe me kuku për neve shkëna, po jo. Bismillahi mashallah, Allahumma barik lana fi ma atajt. O Allah, çoja bereqetin që atë në ke dhënë neve. Allahumma hdina fi man hedejt. Na udhëzo ata që ka I ke udhëzu para neve. O barik lana fi ma atajt, edhe na çoj bereqetin që atë që na ke dhënë. E inshallah taala Allah I na bereqetin davet. Al bereqetin në angazhim. Bereqetin në studim, mësime, mësoni në përxhamia. Tash në Zvicër keni kuadra të mira vallahi. Keni hoxhallar boll. Mësone me bën imamllëkin e mirë. Mësone dinin. Që shme e njoft. Mësone davetin shme bën të secili. Ndihmoni ju hoxhallarve. Që të fjalë si u thot në ashta dikush, në ashta dhe mulla Fexhria si u ka thonë, po unë po ju tham si hoxhi këtij që jem kon një kohë, si mësues I medreses, atëherë po ju tham edhe unë po ju tham, na ndihmoni ta ndihmojmë dinin e Allahut. Na ndihmoni
që të bëhemi të gjithë argat në ndihmë të Allahut xhalla xhelalu. Ngona ajetin kuranor prej fundit surës As-Saf, çka ju thot besimtarëve Allahu xhalla xhelalu. Në fund të surës Saf është ky ajet. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar. Ja ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah, bëhuni ndihmës të Zotit, argat të Allahut. Kret jemi në argat të Allahut. Për ta ngritur lart fjalën la ilaha illallah në popull për të praktikuar dini Allahut. Mbulesa me qenë në vendin e vet, alkoholi mos me pas vendin në mesin ton, vllavrasja mos me pas vendin në mesin ton, në çështje të besimit mos me besu fallxhive, si hirbazve e dallavergjive e tradhtarëve. Sa ata janë shumëzuar tash shumë, koha e biznesit. E ka qenë në trafik, po shet hatme, po shet hajmalia, po shet po shkruan, po fryn anë knena, tan në zezat pi bon namën dinit e thot unë jam hoxhë, shallin që ka që gjyban, alamet si të nasradinit e ku di unë anë knena si farfjal. Në aspekt takidas, në aspekt ndihmës, banu si vllazën mes vete sikur një trup, nëse një gisht ankohet për një trup, këtë trupi shqetësohet. Kretë qështu, qka që tjetë Allahu xhalla xhelaluhu razi i kënaqur ndaj nesh. E kjo fushë është shumë e madhe, po ju thon prej ajetit kuranor dhe me këto si bisedë po e mbyllit i marrim këto pyetjet. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, kunu ansar Allah, bahuni ndihmës të Allahut. Allahu a pas ka nevojë për ndihmës. Ka Allah ndihma? Jo vallahi as pak. Po ju do më ju majtin nga veti, po ju thot ju ndihmësit e mi jeni. Allah po ju do? Sikur që i ka thonë asaj devës Salihit që ka dalë prej shkambut, na katë Allah, devja Zotit. Allah i ka deva. Jo, për me marë nderin dhe karakterin dhe respektin që kjo kafshë cila ju ka ardhë komit Salih Moxhize është pionës Allahut. Prandaj ju ka thonë, mos gaboni me prek me të keqe. Qysh me të keqe? Me myt. T'ju bëjnë pak llafri me qësaj që ta kuptoni çka do më thonë. Prandaj atë i në kombi Salihi shumë të mrapsht. Zguxon të kërkush me prek, se pe din që o Allahut. Pse? Si t'ja prekish një sen të Allahut çka është, dini që të gjonë godit me njëherë dënimi. Po qysh? Unë e kërën e kam tash jashtë, me shku me preke, me myte, me thyje, me grite, çka bëhet? Kur gjonë s'bëhet, së në të bëjnë kur gjonë, është atë gjesë në gjyqë, ka policia, të dënon dishka, së në të bëjnë kur gjonë. Po, mja prek ti kërën edhe mja prishe, mja eksplodua kryetarit Zvicrës. Shka bëhet? A unë njësoj si kërën tem, si kërët e kryetarit Zvicrës, a unë njësoj? Ja nuk o njësoj, ma ato në hash do një dënim të madhë, se thotë këtë është mi bua atentate me myta një knina. Mirë. A është njësoj si kur mja më shua dikuj një deve, mja myt një bedevijut, si kur me kryu një deve Allahu që e ka që Moxhize, nuk o njësoj prandaj ata as njës pranoj ke me shku me myt. Pse e ditë shka mund do të me godit. O një shka bon, e ngopon njoni në rakipi aty në grupës fesat gjive, u rrasë rakimi, kërë bon dras fosne, atëherë bon taralaj, shumë të relim, atëherë bon trim. Raki gjitë gjithë janë trima, të shajnë rafqë, s'japin 5 fare. Ati gjithë alkoholiqari, bon trim, doli e mbyti e denoj Allahu xhalla xhelalu. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çaton që e ka myt devën e Salihit alaihi salatu wassalam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i keq në fytyrë tokës është çaj. Më i keq në fytyrë tokës, bilon kam kujtuar që kone Buxheli më i keqi ose Firauni. Jo, pejgamberi ka thonë çaj, sepse Firauni ka pas qera punë dhe Buxheli kurse ai drejt për drejt devën që cilën ka ardhur pish kombit, ka dal devën e Salihit alayhi salatu wasalam ka myt, luftë kundër Allahut xhela xhelalu, ai më i keq njëri. E tash, ku patëm fjalën, na kemi plot punë. A pse gojle u çelen? Ndërtimi, zhvillimi, daveti, gojle tani knena. Ja Rabbi, ku kubret, veç gojle sonte jena mush deri në sabah. Veç gojle u mbushëm. Veç derde, veç telashe. Ku me zgjas problemin dhe jam? S'kemi ku zgjasin problemin, do të thona, do të mbështetemi taj që është i fort. Allahu po na lypën tash neve. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, Allahu të letin mbështeten besimtarët. Edhe na bëjmë dua me një rendi. Çka bëjmë dua? Ja Allah, alejke tawakkalna, ty të mbështetemi ja Rabbi. E ajetin ku parës që e pata, o besimtar, bëhuni argat, ndimës.
Zotit Gjelle Gjelalu. Për çka? Allahu po na lypën dini ti mi dal Zot. Si ti dalim fjalës Allahut, kushtetutës Allahut Gjelleshanu Zot në fytyrë tokës, mu praktikue në kreta që to lamit, të cilat pak a shumë i përmendëm i prekam, Allahu Gjelleshanu na çon hajrin. Ja ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Kush është banu sikur që Isa i ka thonë, kush është ndihmës të Allahut, ndihmë të Allahut Gjelle Gjelalu, havariyun kanë thonë na. Kështu kanë qenë ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin. Çka po duhet ja Resulullah që kjo u kry? Çka po duhet ja Resulullah prej Abu Bekrit, kret pasunia, ja prej Umerit, gjysa pasunis, prej Osmanit, përgatitja komplet e ushtrisë të Bukut. Komplet. Për çat sebe e ka merituar me dëshmuar pejgamberi për Osmanin, le të bëjnë çka të bëjnë pas sodit, nuk ka gjuna e Osmanit, subhanallah. Subhanallah. Allahu ju bëft edhe juve, edhe mua, edhe kretve, në bëft sakrificë për dinin e Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj folni mirë për Allahun Gjelle Gjelalu, folni mirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, folni mirë për Kur'anin famlart, folni mirë për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, folni mirë për ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E për fund kësaj fjalës mos ta zgati se u bën pak nashta tepër. Ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, "Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wajabat lahu al-janna." Ai që kënaqen me Allahun për Zot, me Islamin për din, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber dhe urrëfys, i bëhet vajib xheneti. Allah na i bëhet vajib xhenetin ya rabbul alamin. Falenderoj edhe një herë hoxhën tonë. Mos më hanë kohë ndoshta një pjesë konsideruese edhe dëm të ndigjën pyetjet. Ne fillojmë me pyetjen e parë, e cila realitet ka filluar me bismillah vetëm për shkak të nderimit të fjalës së Allahut shama shekashkur, se mund të jetë ndoshta pyetje që ka shënuar më vonë. Sido që tjetë pyetja është kësisojt, kur pranohet lutja e plot të Zotit Gjelle Gjelaluhu, kur të vjen për të shajt, pra po i lexoj pyetjet origjinale si kanë shënuar, a kur të shtohet imani më shumë? Me pyetje, me bëdhe me pastaj ka bo. Kur pranohet lutja e plot të Zotit Gjelleshanu? Plot argumente ka kur pranohet. Në çfarë kohe nëse është fjala kur do të thotë çfarë kohe. Koha më e mirë e pranimit të lutjes është në vaktin e sifyrit. Edhe në Ramazan në vaktin e iftarit. Në vaktin e sifyrit për tër kohën, për tër vitin. Kurse në vaktin e iftarit sa herë të ki agjërim, edhe në Ramazan sidomos, para vaktit iftarit, që aton që thamë sonte, nuk i kthehen prap lutjet atij që është agjërues. Nuk i kthehet prap lutja, kur ta bojë Allah ja pranon. Nëse është fjala kur çysh do t'i pranohen, ose kur i pranohen po do rezultatin me pa, kanë thënë ulemat e dinit islam, nëse e sheh vetin që po shkon drejt përmirësimit, le ta dije që lutjet e tija po pranohen. Wallahu alem, mas miri Allahu Gjelleshanu e din. Për te kur të vjen për çajt. Kur të vjen për çajt apo kur të shtohet imani? Kur të shtohet imani. Shiko, vaji për hir të Allahut, lota për hir të Allahut, ka njëherë mbushet robi, se me ndjenja o robi, qatëherë preket kodi. Ebu Bekri, kur ka pranu dinin islam, të kajtë. Mas një kohë, një vjetë, 2, 3, 4, kër e pranojshin të tjeri dinin islam, qajshin, kajshin, Ebu Bekri këqyrte, Ebu Bekri nuk kante, edhe këqyrë keme një kureshti Ebu Bekri, edhe na kër kemi pranuat dinin islam, kemi kajt, tash këta po kajnë, na sën po kajnë, i vinë të keqë si sën po kajnë gjithë Ebu Bekri, se Ebu Bekri ka qenë shumë që ka kajt për hirë të Allahot. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy lot nuk i djeg zjarmi i xhehenemit. Një lot që del prej synit nga friga e Allahut nuk e djeg zjarmi i xhehenemit, pra një sy që si, edhe një sy i cili rrin në ibadet natën, me rujt vatanin, me rujt ekonominë, me rujt pasuninë, me rujt popullin e vet, edhe ata nuk e djeg zjarmi i xhehenemit. Pra atë kreta hyn çata, lutim Allahun xhallashanuhu, të kemi si musliman ya Rabbi. Unë shumë herë tham xhamatit atje edhe juve po ju tham, vallahi bani punë të mira, e sadakat mshefta, e ndihmoni fukarat, të majtë myt, vallahi inshallah ke dhon do kund e mkap inshallah hajri i sadakës tonë edhe mu. Qysh më kap se si të bëhet mirë një met edhe unë jam në qëtë met inshallah taala. E kemi pas një rast para 3-4 vjetë në Haxhillëk.
në Qabe. Ishim tretin kat, inshallah shkoni kret në Haxhillëk. E ju që jini prej gërbetit, mos zgaboni me lën Haxhillëkin me hala pashku. Fiktuit, tret në Hax, kryeni obligimin Allahu xhalla xhelal. E kanë dëgjuar një shok i jam, një vëlla musliman, në tretin kat në Qabe, ka hyp prej muslimanëve. E na jemi kanë bashk që aty ato ku janë hekret e Ballkanit, aty pe këshyrim popullin poshtë, 3 kat, alamet, Allah e ka ngrit atë objekt, atë Qabe, e ka dhon atë karakter, subhaneke ya Rabbi, s'përshkruhet vetëm kur ta shohish, nuk mund kërkush me të spjeguar çfarë ka. Inshallah këtë shkoni e boni ziaret, e ktheheni pa gjunahe si atë ditë që keni lehet prej nonave tuaja. Edhe ky muslimani po bën dua prej Ballkanit nalt, që ky pi thot ya Rabbi, kretë që ta që të kanë ardhë që të në Qabe që pisho, falja u gjunahat në të kthehen kretë pa gjunahan shpijat e veta, ja Rabbel Alamin, që këpinaltit po ban, një musliman i Arab. E ky që ish me mu, që po më kalzën mu, që penin ata, e tha bre ka belaja, tha s'qilova dhe unë atje poshtë, të më kape, tha duaja ati në. Edhe ju, po e tha, jip një sadaka ndihmone, inshallah kretë në kap rahmeti Allahu xhalla xhelalu, na duhet me bo qmos për me e rikthy rahmetin Allahu xhalla xhelalu, se kthehet rahmeti Allahu xhalla xhelalu, që shëngrit rahmeti kthehet opet, qashtu Allahu ka bo emër, ta rikthejmë rahmetin Allahu me veprat mira tona. Prapa fletës shënon se sa dëshmor kanë ra në luftën e Bedrit, fjalla për musliman. E me që ta muhabet ka të mazë, sa dëshmor këra. Ky muhabet me sigurim me numër, po pyet. 3-14 vetë dëshmorja në luftën e Bedrit. Isha si vjetë unë për 3 mujve në umre, në Qabe. Unë kam djalin atje, disa e kishin pa në taku me djalin tem në Medine, edhe shkuam të një hoxhi jemi, që më kam su mund siri, kër më konë medrese, për 30 vjetë. Meselja u bën e gat 30 vjet u bën mi thon asaj pune. Kur kam mësuar para 30 vjet në medrese, ai hoxha që më ka mësuar mua atëherë tash jeton në Xhidde. E shkova me bon ziaret ato bashkë me djalin tim. Edhe zum sa ka në radhë dëshmor në Bedër, u zum që kjo fjalë. Ai tha, ngo ty mu bëm thot, edhe djalit tim thot. Ngo ty pi këtij babës tant. Djalit për thot, dush mja kalu babës, ma kollosekin fort, ma mirë, anë e këne për jep djalit tem mentaj, hoxha. Normal mu për më knaqë, për djalin tem, nështë për fegjrin bëjnë gjelozia, mu për djalin tem nështë zbëjnë. Po inshallah për asken zbëjmë gjelozi. Gjelozit hajrit po, a mo të shërrit, zotin arrujt. Tha më këne ti djali këti hoxhës, djalit tem për thamë, që thët, du me të pas kok. Qysh kok këtë është për për djali? Sa më rëndësi sa vetë kanë rënë Bedër 3-14 dëshmor, një kohë para 14 shekujve, sy qelsi për ardhmëri, sa dëshmor Palestina o të dhonë, Kosova, Makedonia, Bosnia, Qeqenia, Afganistani, rigorozitet sy qelsi për ardhmërin. Kanë ra 14 dëshmor, kreti janë thanë gjenet, shka po mërzit është i për ata. Këshire ymeti Muhammed sot sa dëshmor po jep, edhe sa viktima po jep të pa fajshme. Qel një syt për ardhmerin, jo para 14 shekujve që ka ndodhë. A më kuptuat ajo? Qel një syt për të ardhmen. Edhe unë këshe kreu muhabetin, ju këtë gjallit. Tha mësoni, tha ju fik, lënda fikut është, jurisprudencë për i thënë Shqip. Tha po, a mësoni, tha ju, shiko qëfar mentaliteti për jep djallit, edhe mu mi mësoj këto trika, se duhet më konë hoxha trikash, burgjash. Po dhe duhet mi qelë kreta drynat, duhet mi mësu këtë drynat mi qelë. Kalauz. Tha mësoni fik ju në shkollë, tha po. Tha zeqatin 40 dele, është në 41, e në lopë, o djalli i kalzojnë 5 lop një viqës di shkanik në e tash a ju këthy djallit tha ti sa lop i ki? Pas ko mas lop po sa dele i ki? Tha unë shka për duhet me ditë tha sa lop e sa viqa sa dele shkan a i që ka lopët e mëson zëqatin e i që ka viqat e mëson zëqatin
Çka po duhet? Pse po mësojsh një diçka? Që ti po kur e mësoj këto? Kur ti bësh ato 50 lop, po ta mësojsh se pa çfarë shkosh kjo pyetje. Po çka më di tani pra? Dije ardhmërinë e umetit, ku është sot umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A pe din ky umet që ka zeqat, as pe din që ka zeqat. A pe din, as pe din. E tash kjo po bëha tepër, nështë po une pyetjet ju e keni hoxhën këtu. Çka kam u përgjigj unë edhe ky kam u përgjigj, në sekretare si u përgjigjemi se u bën 12 gati ora, po dua edhe diçka tjetër më ju thon juve. Por një suqelsi ta kemi në të ardhmen inshallah taala. Një dit është një doktor profesor e ka emrin Ali Karadagi, irakian e jeton në Katar. E me tonë kam mohabetet për para 10 vjetë në Turqie, në Shqipënie, në Kosovë, në Katar jem konë të aje. E një dit kem televizor tash për e ngoj një temë ti. 3 trilion. E s'di sa bilion, e s'di sa miliard të muslimanëve në bankat perëndimore. Po sa unë tha 1 miliard, 1.000 milion, bëjnë 1 miliard. 1.000 miliard bëjnë 1 bilion. 1.000 bilion bëjnë 1 trilion. S'ka si digitrona, do digitronin për këtu ta djemë, mja mu zerët, më disa zerë i do. Që e në bankat perëndimore të muslimanëve arab. Tha vetëm zeqati i këtyne, a e kishë një farë logari, po mu s'ma kapi mendja, zeqati ma shumë se qaj që tha 30 miliard është zeqati në vit. 30 miliard dollar o zeqati në vit, që të në pareve. E 30 miliard, 3 shtete afrikane për një vit, ja u forcojmë ekonominë, i bëjmë bomba, tha. Se 10 miliard një shtetit, neve në Kosovë përna e lëshojnë 500 milion. 500 milion. As 1 miliard. Pjatin e 500 milionëve që këtu vithe, që këtu stërvithe, që këtu bona ne, që këtu banë, ne ku me di sa po përdojnë, po ku pedim në shka po banë. Psa pedim qatë ekonomina, në televizor po në kalzojnë që këtu sende. Në Kosovë pëlshohen 490 milion bugjeti kosovar, a unë ndëgjova në televizor, pak pas këti lajmit, vetëm Interi i Milanus Italis, 200 milion që i ka 90 vetë në ekipin e tyne. Këne Kosovarve pju bjerë ka $3 për kryet Kosovarit, aty në atje pju bjerë me milione për kryet lejtarit. Marre me menë qëfar ekonomika. E tash, kërë po thot aj, 30 miliard po kushton vetëm zeqati. E tash kërë është në pyetja me njohë zeqatin, muslimant me dhonë zeqatin, kretë muslimant me dhonë zeqatin e pasunive që kanë, as një fukara nuk jetë në tyrë tokës. E ju këthyre djallit tema i hoxha, tha ti lesa lop kisa, s'ki as një lop se ki të shpi, as një vich, as një dele, as ki kërshon, këshyre ardhmerin e islamit, populli api kupton gjënat, as pi kupton. E në shifra, a kanë ra 14 dëshmor, a kanë ra ata e në dëshmor gjenetli. E lusim Allah në gjallëshanu khajr, më falni se unë e kështu një zgata pak. Në pyetjet me gjithë se alitet hoxha, alitet në tha që në e ti përgjigjeme. E di se në lojtë pyetjeve konsiderueshme e kanë drejtuar njëve, ata dëshirojnë që ju t'i përgjigjen. Andaj, shkurtimisht, po flitet se onaza aret është ndaluar, po flitet. Në të kundërtën kemi parë që imami e ka vënë në gisht vetë, se kush është fjala për këtë imam? Pa marë parasysh, pa marë, ka hoxhallar që kanë onaza talltonit, unë po të kallëzoj. Se unë hoxh para teje jem boj kom po. Hoxha, jo, ka hoxhallar që kanë grad pa havale. Ajo vërtet po. Hala ma haram ajo. Ka hoxhallar me gratë shkojnë në det. Kjo pak si halal në është apo. Se në det Turkijes për shkojnë. Ajo shifët e nga dhe... Po ato, këtu e problemi. Unaza është haram. Altani është haram. Nash zinxhir në qaf, nash unaz në gisht, nash biluzik. Këtu mashkulli nuk stoliset me altan, femra stoliset me altan. Mashkulli stoliset me burni. E juve gurbetxive kur thoni natë, po s'diku i kum thonë, tash a juve ju thasha. Tash nej mushet djemt me zinxhira. Babi, ha bira, këtë vesh tek ne babi një zinxhir të altanit e duani bira ta bie baba. Çka po bën sheti? Çka po bën sheti aty kur po vishe, djallat në këtë djem ne kanë bën me zinxhira me von tha këtu. Wallahi po, zboni kështu.
Edhe ju shka I keni unazat këtu, qaforët këne na hiqni. Hiqni ata, lini ato mesele, burnia o burninë, ka burnia me zinxhira në qafa, me bilizyka, me altona, dhe ka nis 3-4 vontha këtu, tash disa e ka nis vontha edhe këtë në hund. Po t'ja kena me t'lizna për hunda është kaj. Altoni janë haram, jo po thajnë disa, haram është ajo, kry puna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me argument, ja ka marrë sahabijut, ja ka nxjerrë pigishtit unazën, altonit, që çështu bashën praktike, ja ka nxjerrë dhe ja ka gjujt. Ka shku pejgamberi, basi ka shku, ky qetri ka thonë, tha merreve, sa alton është merre për do ashezit. Tha vallahi një send që ka gjujt pejgamberi unë kur mos ka marrë dhe se ka marrë. Këto argumente janë, po do kry puna. Këtë kohën e fundit po ndigjojmë në disa vende të shteteve arabe që kërkojnë të lidhen me programat satelitore, si dhe po kërkojmë të qilen diskoteke dhe lokale të ndryshme. Pse nuk mundohen t'i frenojnë këto kërkesat? Jo, ata mundohen mi frenua që ata që janë në rrugë të Zotit, ata mundohen. Mirë po faktikisht edhe në botën arabe, qeverit e botës arabe, që ka në për botën arabe, unë e zdum ju gërdit juve, Allah ju dhëzoft edhe u theksat e tyne. Ato mësë që ditni se bota arabe është në nësëndimin e huj, nuk ka Arabie të pavarur. Pavarësi në botë veç Amerika është e pavarur, Rusia nësë është e pavarur, rëzdishtet qëtër që ka në dynja të pavarur. Zvicra së është e pavarur, Franca së është e pavarur, Gjermania së është... Kretin të shtetë në nësëndim të forcave më të mëdha. Edhe Arabia nuk është e pavarur. Anima Arabia që 30 vjetë që ju kanë donë drejtën e pavarësisë. Emiratët Arabe 74 në kanë fitua. Kuwaiti, Katari, Bahreini 75, 76. Egjipti janë pak më plak prej botës arabe në 52 në ka fitua, që tonë që ka piqujnë pavarësi, emnin pavarësi. Pavarësi nuk është ajo. Mirë, po që ashtu për I thejnë, pavarësi edhe na pjanë gjesim që ashtu. Nëse një njeri e ka zënë gjumin më ngjes për me farë namazin sabat me xhamat, mirë po, ky njeri është gjunub, a lejohet më shpejt të merr tejmum, megjithse nuk ka kohë për të marrë gusl? Ja, për mund gjitë xhamatit, gjunub s'ban mund gjitë, ai pastrohet edhe falën veten. Nëse po lexoj original, çka I thu një njeri që e udhëheq një xhami e po e rëmben një njeri që lexon Kur'anin? Nuk e di kush ka dhënë. Çka I thua një njeri që e udhëheq një xhami e po e rëmben një njeri që lexon Kur'anin? Çka I thua? Na jemi për fesat, na jemi për hajre vëllazni. Mos I marrim gjërat kështu kallupa. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk na don të keqen, kërkujmë ja ba. Kërkuj nuk na lejon të keqen mja ba. Na edhe me I thonë keq ku I zguxojmë, edhe me bon keq ku I zguxojmë. Me thonë keq zban fare. Se në Kur'an po na thot Allahu Gjelle Gjelaluhu wa qulu lin nasi husna. Thonë njerëzve fjalë të mira. Ju thonë, po me bon mos zguxojmë hiç se hiç. E lutim Allahun Gjelle Shanu, inshallah ata që bëjnë keq le të bëjnë tobe istighfar. Në mos mundohen me bon keq, ola të ufsidu fil ardi ba'da islahiha. Pyetja fundit, megjithëse lash me qëllim që të jetë fundit se ndoshta mund ndalihet. A është e lejueshme me ju këndu Yasin të vdekurve? Kjo është pyetje realitet që është e lejueshme me ju kënue Yasin të vdekurve. Kur'an në Yasin në surat Yasin. Unë për mendimin tim se ka ulemat se ka disa kanë thënë po, disa jo. Masi muti po më pyetish, mu nëna më ka vdek si vjet, hala asni Yasin se këm knua. Hala asni Yasin se këm knua, asni hatme. Në kretë shpia kënem Kur'an në shpiteme, si kemi knua asni Yasin. Nuk kam një hadis të fort që ka thënë pejgamberi knon ju Yasina. Hadithi doft është bile disa dhe një shpifër. I shpifër hadithi, knon ju Yasin të vdekurve t'juj. Ejna. Kurani është ligj për dëgjallët, kushtetut e dëgjallëve me punu me ta. Tani shkon edhe për rahmeti, shkon edhe për të vdekmive kur të punojnë dëgjallët me ta. Si t'jem unë I marë edhe I mirë, si rezultat I punës teme I marë e I mirë, një hise I shkon nënës teme që më ka bon tërbije, më ka edukun rrugë të Zotit. Allah I rahmeti ban ftasaj. Sa herë çdo ditë I kënojmë rahmet, çdo ditë, prej kur ka vdekë deri të vdes kam I kënuar çashtu, ajo është prej rezultatit në nësteme. Nuk ko transmetuar doni hadith I saktë I vërtet
të ulemat e hadithit që e kanë vërtetua për më knu deknive jasina. Mirë po e kanë përkrah kohëve të fundit xhallarët tonë, sepse është bani drejt për drejt për kallzoj, është bani përfitim prej leximit Kur'anit Kerimit. Ai jep 20 euro, jep 50 euro, jep 100 euro në knina, dhe kur të shishmohet, kur të lezetohet parja në xhep, wallahi mirë, po del e gjash tani skut bon, se ka se vao. Mora kanë knu sahabët babave të vet, nonave të vet? Jo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çka ka thonë? Gruaja vet Aisha i ka thonë: "Ja Resulullah, un kur të shkoj në Vorreza, çka më knu?" Mu paskon Jasin i kishte thonë grua: "Ti kur të shkosh në Vorraz, ja grua si kish kallzuja kuj, kur të shkosh në Vorraz knu Jasin." Po çka i ka thonë Aisha s'më knua? O Aisha, ti kur të shkosh në Vorraz, thuju çto fjalën. Këtë hadith e vërteton Sheikh al-Albani, Nasruddin al-Albani, prej hoxhallarëve të mëdhej, ulemave të mëdhej të umetit Muhammed, i cili ka vdek Allah në xhenet e qoftë, ka thënë thuj Aisha çështu: "Assalamu alaikum dare qaumin mu'minin." Assalamu alaikum o vend bani i besimtarëve, vorrezave. Antumus sabiqun, nuk ju keni vdek para neve, po edhe na kena marrë mas juve. Allah ja falt juve edhe neve, edhe ktheu të shtëpia që kaç. S'ka thonë këno ato, e tani na kur të him në loj pak ma tepër, se kjo parja ta livritën pak, hesapin, kolosekin, ta e gjansh dhe një qyshe, din hoxhallarët dhe një qyshe ku, ban, hajse ban. Tash me pas edhe hala hoxhallarja dhe të vetë, dhe një kish gjetë dhe një qyshe. Ja, sa është në hoqë? Sa nalu se ka, na kemi hadith se ka thonë pejgamberi: "Iqra'u ala mautakum", lexonja të vdeknive ju Jasinin. Në hadith është kjo. Këtë hadith ulemat e hadithit kanë thonë është i dobët. Kjo është iftire mja bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por çat sebeb duhet me kuptua se fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam duhet me shku që ajo që është në vendin e vet. E lusim Allahun xhalleshanu o vllazën, kjo thëmë edhe një herë të gjithëve, jepni kontributin e juaj nda vet kretet. Se t'jesh nda vet në thirrje dinit islam, ta dish që ke hinë në vallën e pejgamberve. Valle kur luj, kret pejgambert janë vallet Davetit, edhe ti hinë vallet Davetit. Mos mush në shumic, në pakic, mësoja një send, mësoja një sure, mësoja një ajet, mësoja një këshill. Allahu xhalla xhelaluhu ne pranoft me këtë natë të madhe, inshallah ne pranon lutjet, ibadetet, namazet, e Allah i razi koft me juve. Në bani halal, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Qësh? Për cilën?